Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Qindra studentë shqiptar të jurisprudencës dolën në një protestë masive për të kërkuar përdorimin e gjuhës amtare shqipe në promovimin e diplomimit. Ata theksuan se kjo e drejtë është e ligjërisht e garantuar, por nuk zbatohet në praktik, duke krijuar në këtë mënyrë pabarazi. Studentët nënshkruan një peticion dhe kërkuan që institucionet të sigurojnë zbatimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave të tyre. Qindra studentë shqiptar të Fakultetit të Jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut dolën në një protestë masive për të kërkuar të drejtën e zhvillimit të provimeve diplomatike në gjuhën amtare shqipe. Sipas tyre, kjo e drejtë është e garantuar ligjërisht, por nuk zbatohet ende në praktik, duke krijuar pabarazi për studentët që synojnë karriera në profesione juridike si avokat, gjyqtar apo prokuror. Protesta u zhvillua në një atmosferë paqësore ku studentët marrin pankarta me mesazhe të qarta: gjuha shqipe e drejta jon, ne flasim shqip dhe nuk ka shtet parini. Ata theksuan se kërkesa e tyre nuk ka motiv politik, por është një çështje e të drejtave themelore të qytetarëve shqiptar që jetojnë dhe studiojnë në Maqedoninë e Veriut. Si pjesë e veprimeve të tyre, studentët nënshkruan një peticion duke kërkuar zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe. Sipas peticionit, megjithëse gjuha shqipe ka status zyrtar, provimi i jurisprudencës zhvillohet kryesisht në gjuhën maqedonase, duke shkaktuar vështirësi dhe duke kufizuar mundësinë e studentëve shqiptar për të konkurruar në mënyrë të barabartë dhe profesionet juridike. Ministria e Arsimit dhe institucionet përkatëse janë thirrur të adresojnë këtë çështje me seriozitet institucional, duke siguruar respektimin e të drejtave të garantuara për të gjithë qytetarët. Studentët shqiptar kanë bërë thirrje për zbatimin e këtyre ligjeve të mos vonohet dhe garantohet një standard i drejtë dhe i barabartë për të gjithë pjesëmarrësit në sistemin arsimor. Tirana zyrtare ka dalë në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut që kërkojnë të drejtën e provimit në gjuhën shqipe. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha theksoi se përdorimi i gjuhës amtare është e drejtë themelore. Ai kërkoi trajtim serioz institucional dhe zgjidhje përmes dialogut. Qeveria shqiptare ka reaguar në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë ngritur zërin për të drejtën e zhvillimit të provimeve në gjuhën shqipe. Në deklaratë publike, ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha theksoi se kjo është një e drejtë themelore e garantuar nga kushtetuta dhe legjislacioni i përkatës në vend. E kam ndjekur me vëmendje më të madhe shqetësimin e shprehur dhe kërkesën e drejtë për legjitime të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut për dhënien e provimit në gjuhën shqipe. Përdorimi i gjuhës amtare është një e drejtë themelore e garantuar nga kushtetuta e Maqedonisë së Veriut dhe ligji për përdorimin e gjuhëve, e cila nuk mund dhe nuk duhet të ngushtohet apo vonohet nga asnjë procedurë. Nëse procedurat rezultojnë të mangëta apo të paqarta, është një detyrim institucional që të gjendë zgjidhje të drejta dhe të qëndrueshme. Kreu i diplomacisë shqiptare theksoi se kjo çështje kërkon një trajnim të matur dhe të përgjithshëm, larg çdo përpjekjeje për politizim. Ai nënvizoi se demokracitë funksionale kanë mekanizma dhe pjekurim për të harmonizuar shtetin ligjor me respektimin e të drejtave themelore të qytetarëve. Kjo është një çështje që kërkon trajnim të matur dhe të përgjegjshëm, larg çdo përpjekjeje dhe politizim. Ajo duhet adresuar me seriozitet institucional dhe në frymën e respektimit të të drejtave themelore. Demokracitë jo vetëm që kanë mekanizmat, por edhe pjekurinë e nevojshme për të gjetur zgjidhje ku harmonizohet shteti ligjor, legjislacioni dhe të drejtat e qytetarëve. Studentët meritojnë përgëzim për angazhimet qytetare dhe mënyrën demokratike në të cilën kanë artikuluar kërkesën e tyre. Kjo kërkon një përgjigje me të njëjtin standard përgjegjshmërie përmes dialogut konstruktiv dhe zgjedhjeve që respektojnë plotësisht të drejtat e garantuara. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i cilësoi shpifje akuzat e ngritura ndaj tij në çështjen partizani. Ai deklaroi se çdo akt hetimor ka motive politike dhe shprehu gatishmërinë për të përballur në gjyq me kryeministrin Edi Rama. Berisha akuzoi prokurorët e SPAK-ut dhe gjyqtarin Irina Gjoka për politizim të drejtësisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit sot në SPAK për të zbatuar masën e sigurisë, detyrim paraqitje lidhur me çështjen e njohur si partizani. Përpara gazetarëve, Berisha i cilësoi akuzat që rëndojnë mbi të si shpifje dhe politike, duke theksuar se qëllimi kryesor është goditja e figurës dhe liderit të opozitës në vend. Ai deklaroi gjithashtu se është i gatshëm të përballet në gjyq me kryeministrin Edi Rama, për të cilin pretendon se ka nën kontroll drejtësinë. Po më thirrri gjykata, do shkoj me kënaqësi dhe t'ja bëj e merr vesh se ta bëj.
Edi Rama. Let vi, po të doj. Let vi. Dhe me tjetë me kamera, ta shojnë të gjithë shqiptarë. Të dalim ballavaqohemi, po s'vjenaj. Ai nuk vjen, këta i shumëzon me zero, i ka si ushtar. Po e thirrën, unë e vlerësoj, atë do shkoj patjetër. Edhe fakti nuk më kanë thirrë se po të trasi shkoj, nuk kam problem. Gjatë deklaratave për media, Berisha nuk i kurseu ironitë dhe kritikat ndaj prokurorëve të SPAK-ut, kryeministrit Rama dhe Ergy Sagaçit. Maneku, Gjoka, Dumani e të tjerë festonin. Gysi festonte se asnjë mandat ndërkombëtar nuk është të lëshuar për arrestimin e tij. Gysi, Gjoja është në kërkim. Ai në fakt rrugën më të shpesh që bën për në Surrel. Edi Rama dhe Altin Dumanin nxorën të pafajshme Irenën me 5 mbiemra. Ai përmendi në mënyrë të veçantë gjyqtarin Irena Gjoka duke vendosur atë në qendër të akuzave për politizim dhe ndikim mbi vendimet e çështjes. Irena Maneku, sipas dokumentave, Gjoka Dumani, sipas dokumentave që kanë paraqitur këtu, është zbuar 2 herë nga Greqia, sepse ka falsifikuar dokumenta dhe jo vetëm dokumenta, po ka falsifikuar edhe kombësinë e saj. Ka shkuar me dokumenta dhe me vizë të falsifikuar, çka dënohet si akt, por ka shkuar edhe me kombësi të falsifikuar, mbasi është paraqitur si minoritare në një kohë kur ajo është myzeqare. Në ndjekje të çështje gjyqësore, gjykata administrative e Janinës e ka dënuar me 1 vit burg për falsifikimin. Sipas Berishës, çdo masë e marrë ndaj tij nuk ka lidhje me faktet apo përgjegjësitë ligjore, por synon të dobësojë pozicionin e tij politik dhe të friksojë strukturat e partisë. Një 50 vjeçar u gjet sot i shtrirë pranë antenave në zonën e Midës në fshatin Krap në Pukë, ndërsa dyshohet se kishte shkuar për të rregulluar një defekt. Policia dhe shërbimet e emergjencës e transportuan atë me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për ndihmë mjekësore. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për të sqaruar të gjitha rrethanat e ngjarjes. Një person rreth 50 vjeç është gjetur sot në mëngjes i shtrirë në Dubonër pranë antenave në zonën e Midës në fshatin Krap të Pukës në një ngjarje që ka alarmuar banorët dhe shërbimet e emergjencës. Policia e Pukës u njoftua se rreth orës 09:20 nga një banor i zonës, i cili raportoi për praninë e një personi shtrirë në afërsitë të antenave të komunikimit. Menjëherë shërbimet e policisë bashkë me emergjenca civile dhe ekipet shëndetësore u nisën drejt vend ngjarjes. Nga verifikimet paraprake rezultoi se bëhet fjalë për shitasim iniciale LK, punonjës të një kompanie celulare, i cili dyshohet se kishte shkuar për të rregulluar një defekt në një prej antenave ku u gjeti shtrirë në gjendje të rëndë. Dyshohet se ai mund të ketë pësuar dëmtime si pasojë e një rënjeje apo goditjeje gjatë punës së terren, por edhe kushtet e vështira të motit dhe dëbora mund të kenë ndikuar në gjendjen e tij. Pasi mori ndihmën e parë në vendngjarje, 40 vjeçari u transportua me një helikopter të shërbimit të emergjencës drejt Spitalit Universitar të Traumës në Tiranë, ku po trajtohet për dëmtime të mundshme dhe gjendja paraqitet e rëndë. Ndërkohë, një grup hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, duke përfshirë shkakun e rrëzimit apo dëmtime të punojësit dhe faktorë që mund të ketë shkaktuar atë. Hetimet do të përfshinë edhe verifikimin e kushteve të punës, objektin e sigurimit teknik dhe kushtet e motit në momentin e ngjarjes. Një shpërthim e lëndë plase ndodhi në oborrin e shtëpisë të administratorit të njësisë administrative Qeserat të Bujtin Kapa në fshatin Toç me Maliaj. Autorët të cilët përdorën një automjet tip Range Rover janë larguar duke ndjekur makinën pranë fshatit Qeserat. Policia po vijon ndërkohë kontrollet në zonë për kapjen dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes. Në orët e para të mëngjesit, një shpërthim e lëndë plase të ronditi oborrin e shtëpisë së Bujtan Kapa, administratori i njësisë administrative dhe antar kryesi i Partisë Demokratike në fshatin Toç me Malajt. Sipas pamjeve filmike, 2 personat maskuar kanë zbritur nga një automjeti për Range Rover, ka vendosur dhe aktivizuar lëndën eksplozive dhe më pas janë larguar drejt aksit rrugor Krahës me Malaj, në afërsi të fshatit Qeserat. Ata kanë ndjekur automjetin e përdorur dhe janë arratisur në këmbë derisa policia ka nisur kërkimet dhe kontrollet për kapjen e tyre.
tyre. Kapa ka mohuar që ngjarja të ketë lidhje me funksionin e tij administrativ apo me aktivitetin politik, duke theksuar se nuk ka konflikte të hapura me askënd. Ai ka deklaruar për policinë se pak para shpërthimit qeni shtëpisë po lehte shumë dhe ai u përpoq të dalë jashtë për të parë se çfarë po ndodhte, por gruaja e ndaloi. Eksplozivi shkaktoi dëme materiale në disa dritare të banesës pa pasoja për persona. Policia vijon kontrollet dhe hetimet për të identifikuar dhe arrestuar autorët, ndërsa po punohet për zbardhjen e plotë rrethanave që çuan në këtë sulm të qëllimshëm. Autoritetet theksojnë se prioritet mbetet siguria dhe ndjekja penale e të gjithë të përfshirëve në këtë akt kriminal. Policia e Tiranës arrestoi Perikli Dolçi, i cili po lëvizte me një motor pa targa së bashku me një person tjetër ende të pa identifikuar dhe dyshohet se ishte nisur për të kryer një krim në zonën e Paskuqanit. Gjatë ndalimit u gjet një pistolet eksploziv dhe lëndjekse që dyshohet se t'i përdorte për të djegur motorin pas krimit. Hetuesit konfirmojnë se i arrestuar ishte i lidhur me 2 ngjarje të tjera kriminale në tetor të vitit 2025 në Kamës. Një ndjekje dramatike e policisë së Tiranës përfundoi me arrestimin e Periklit Dolçit, të cilit dyshohet se ishte nisur për të kryer një ngjarje kriminale në zonën e Paskuqanit. Burimet policore bëjnë me dije se ai arrestuari lëvizte me një motor pa targa të dyshuar si të vjedhur së bashku me një person tjetër ende të pa identifikuar, i cili arriti të shpëtoi patrullës. Gjatë ndalimit 37 vjeçari mbante një mas silikoni me qëllim që të mos u identifikonte, ndërsa policia i gjeti me vete një pistolet eksploziv dhe lëndjekse, të cilat dyshohet se do i përdorte për djegur motorin pas kryerjes së krimit. Hetuesit dyshojnë se plani i tij për vrasje lidhej me disa konflikte që 37 vjeçari kishte pasur kohë të fundit, duke u bërë ngjarjen të rrezikshme dhe me pasoja të mundshme për komunitetin lokal. Hetimet e mëtejshme zbulojnë se i arrestuar ishte i përfshirë edhe në 2 ngjarje të tjera në Kamës gjatë tetorit të vitit 2025. Në 3 tetor ai qelloi me armë drejt një banese në Paskuqan, ndërsa 2 javë më vonë dyshohet se vendosi një sasi tritori në banesën e një personi tjetër. Këto veprime e vendosin 37 vjeçarin në qendër të një historie kriminale të vazhdueshme që ka alarmuar banorët e zonës dhe autoritetet lokale. Policia dhe prokuroria e Tiranës po vijojnë hetimet intensive për të zbardhur të gjitha rrethanat e ngjarjes, për të identifikuar personin tjetër të përfshirë në këtë plan kriminal dhe për të parandaluar çdo akt të mundshëm të dhunës. Një hetim i tillë synon jo vetëm arrestimin e autorëve, por edhe parandalimin e rreziqeve të ngjashme në të ardhmen, duke garantuar sigurinë e qytetarëve në zonën përreth Paskuqanit dhe Kamsës. Policia e Kukësit vurni pranga shtetase në iniciale FB, e cila dyshohet se po transportonte me automjetin e saj 7 emigrant palishëm drejt Kosovës kundrejt fitimit. Një tjetër shtetase 22 vjeçare u arrestua për kontrollin e rrugës dhe shmangjen e patrullave të policisë. Policia ka sekuestruar 2 automjetet, një sasi parash dhe euro, ndërsa materialet ju referuan prokurorisë për hetimet mëtejshme. Policia e Kukësit ka finalizuar operacionin e koduar mënyra, duke goditur 2 raste të ndihmës për kalim palishëm të kufirit. Sipas uniformave blu, një shtetas me inicialet FB u kap në fshatin Morin duke transportuar me automjetin e saj 7 emigrant palishëm, të cilët do të ndihmoheshin për të kaluar kufirin me Kosovën kundrejt pagesës. Në kuadër të këtij operacioni, policia arrestoi edhe një shtetase 22 vjeçare, e cila udhtonte me një automjet tjetër paralel me funksion të kontrollonte rrugën dhe të shmangte patrullimet e policisë, duke mundsuar kalimin e migrantëve. Ky mekanizëm tregoi një organizim të mirëfill të veprimit kriminal dhe një rrjet të strukturuar për kalimin e palishëm të kufirit. Si prova materiale, uniformat blu sekuestruan 2 automjete të përdorura nga 2 të arrestuarit, një sasi euro dhe një sasi parash, të dyshuara se janë përfituar nga aktiviteti kriminal. Të gjitha materialet dhe provat ju referuan prokurorisë së Kukësit për veprimet mëtejshme ligjore, ndërsa hetimet për këtë rast vazhdojnë për identifikimin e çdo personi tjetër të përfshirë në këtë rrjet dhe për zbardhjen e plotë të mënyrës së veprimit. Çmimi i biletave për linjën Korçë-Tiranë është rritur nga 7.000 lekë në 8.000 lekë, ndërsa për vajtja ardhje qytetarët paguajnë 16.000 lekë. Rritja e vazhdueshme e karburantit ka shtuar presionin mbi transportin ndërqytetas, duke ndikuar drejt për drejt në buxhetin familjar. Qytetarët theksojnë se pavarësisht vështirësive janë të detyruar që të udhtojnë për arsye pune dhe nevoja jetike. Rritja e çmimit të naftës ka sjellë pasojat menjëhershme në transportin ndërqytetas në linjën Korçë-Tiranë. Qytetarët që përdorin këtë rrugë duhet paguajnë tani 8.000 lekë për një biletë ose 16.000 lekë për vajtje ardhje, duke e bërë çdo udhtim më të shtrenjtë dhe më të vështirë për t'u përballuar. Banorët shprehin se situata përëndohet pasi rritja e çmimeve nuk prekin vetëm transportin, por gjithashtu produktet e përditshme, duke ndikuar drejt për drejt në buxhetin familjar. Sipas tyre, kjo rritje ka një impakt drejt për drejt në jetën e përditshme, duke mos lënë shumë alternativë
alternativa për ata që duhet të udhtojnë për punë, shkollë apo nevoja të tjera jetike. Për shkak të problemeve të mëparshme në segmentin rrugor Librasht-Prenjas, udhtimi ka qenë i gjatë dhe i shtrenjtë, duke ndikuar gjithashtu në kostot e biletave. Operatorët e transportit e justifikojnë rritjen me shtrejtimin e karburantit, duke theksuar se kostot e shërbimit janë rritur ndjeshëm dhe nuk mund të mbahen më të njëjta me tarifat e mëparshme. Shoqata e transportit interurban ka kërkuar që qeveria të ndërhyjë për të kompensuar pjesërisht këtë kosto, duke sugjeruar subvencione për çmimin e karburantit, por deri tani nuk ka një vendim zyrtar, ndërkohë qytetarët mbeten të detyruar të paguajnë më shumë për të përmbushur nevojat e tyre të përditshme dhe për të ruajtur lëvizshmërinë mes qyteteve. Brenda këtij muaji, drejtuesit e mjeteve që përshkrojnë segmentin 5.9 km të tunelit Llogaras do duhet paguajnë tarifa sipas kategorisë automjeteve. Për autovetura tarifa është 2.500 lekë për një vajtje, ndërsa për 5.000 lekë vajtje ardhje, ndërsa mjetet e tonazhit të rënd paguajnë deri në 50.000 lekë. Tuneli Llogaras që për hapjes së tij 2 vite më parë ka funksionuar pa pagesë, ndërsa tashmë do të ketë për herë të parë një sistem tarifimi për drejtuesit e mjeteve. Pagesa do të fillojë këtë muaj dhe do të variojë sipas llojit të automjetit, me qëllim mbulimin e shpenzimeve për mirëmbajtjen dhe garantimin e sigurisë në qarkullim. Tarifat për autoveturat janë vendosur 2.500 lekë për një kalim dhe 5.000 lekë vajtje ardhje, duke përkthyer një kosto rreth 1 euro për kilometër. Motorcikletat do të paguajnë 1.000 lekë, mjetet me karroceri 5.000 lekë, furgonet për autobusët 10.000 lekë, ndërsa për mjetet e tonazhit të rënd tarifa do të arrijë deri në 50.000 lekë. Për të siguruar një funksionim korrekt, autoritetet po zhvillojnë testimet përfundimtare të sistemit të pagesave të kamerave të sigurisë dhe pajisjet elektronike të kontrollit. Nga pagesat do të përjashtohen mjetet e emergjencës, policia, ushtria, zjarrfiksja, si dhe personat me aftësi të kufizuar, duke respektuar nevojat dhe prioritetet e qarkullimit. Ky sistem tarifimi synon jo vetëm të mbështesë mirëmbajtjen e tunelit, por edhe të krijojë një rregull dhe përgjegjësi më të madhe për përdoruesit e saj. Autoritetet paralajmërojnë se shkeljet ose shmangjet e pagesës do të monitorohen përmes kamerave dhe masave administrative. Gjatë muajit mars, policia e shtetit ka finalizuar 96 operacione përfshirë 21 të specializuar për kapjen dhe ekstradimin e shtetasve në kërkim ndërkombëtar. Në total janë arrestuar 525 persona për vepra të ndryshme penale, ndërsa janë goditur 3 grupe kriminale për trafikim të armëve dhe drogës. Policia e shtetit ka përmbyllur gjatë muajit mars një sër operacionesh të rëndësishme në të gjithë vendin. Në total janë finalizuar 96 operacione, nga të cilat 21 kanë pasur për qëllim lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve në kërkim ndërkombëtar. Gjatë këtyre aksioneve janë arrestuar gjithsej 527 persona të akuzuar për vepra të ndryshme penale, duke përfshirë krime kundër pronës, dhunës, trafikim dhe narkotik. Sipas raportit zyrtar, në fushën e armëve të zjarrit janë sekuestruar 32 armë, tritol dhe municion luftarak, si dhe janë goditur 3 grupe kriminale të përfshira në trafik armësh, ndërsa në fushën e drogës policia ka sekuestruar mbi 50 kg kanabis sativa, 100 doza kokainë dhe heroin. Një tjetër goditje e rëndësishme ka qenë konfiskimi i rreth 1.2 milion eurove të dyshuara si të përfituara nga aktiviteti kriminal, 7 automjete të trafikuara dhe mite lundruese, si dhe pajisje të dyshimta si dylbi, maska dhe radio, që mund të përdoren për veprimtari të palishme. Përveç këtyre operacioneve, policia e shtetit ka vijuar kontrollin mbi qarkullimin rrugor, duke vendosur gjatë muajit mars 93.000 gjoba për shkelje të rregullave të trafikut. Autoritetet bëjnë thirrje për respekt të ligjit dhe paralajmërojnë se kontrollet do të jenë të vazhdueshme për të siguruar rendin dhe sigurinë publike në të gjithë vendin. Eci me të tjera informacione, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku deklaroi se ende nuk ka një marrëveshje me kryeministrin Albin Kurti për zgjedhjen e presidentit. Palët po vijojnë takimet në përpjekje për një zgjedhje konsensuale dhe shmangjen e zgjedhjeve të reja, ndërkohë procesi mbetet në faza fillestare pa diskutim për emra konkret. Negociatat për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës vijojnë për një marrëveshje konkrete mes forcave kryesore politike. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, pas një takimi rreth 2 orësh në kuvend me kryeministrin Albin Kurti, bëri të ditur se përpjekjet për arritjen e një konsensusi janë ende në zhvillim. Abdigjiku theksoi se qëllimi i këtyre takimeve është gjetja me zgjedhje të përbashkët. Të përbashkët që do të shmangte vendin nga zgjedhjet të reja. Megjithatë, ai sqaroi se palët nuk kanë hyrë ende në
fazën e diskutimit të emrave konkret për postin e presidentit, duke treguar se procesi ndodhet ende në një stad të hershëm. Sipas tij, aktualisht janë në qarkullim 2 kandidatura të mundshme nga lëvizja vetëvendosje, por LDK mba një qëndrim të prerë si institucionet shtetërore nuk mund të kontrollohen nga një forcë vetme politike, duke kërkuar balancë dhe përfaqësim më të gjerë. Situata u krijua pas përfundimit të mandatit të presidentes Vjosa Osmani me 4 prill në përputhje me Kushtetutën. Detyrën e ushtruese së presidentit e ka marrë kryetaria e kuvendit Albulena Haxhiu. Prej muajsh, partitë politike në Kosovë nuk kanë arritur një marrëveshje për këtë çështje kyçe institucionale. Lëvizja vetëvendosje e drejtuar nga Kurti fitoi zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit me 57 ulësit të kuvend, por ky numër nuk është i mjaftueshëm për zgjedhjen e presidentit pasi kërkohen të paktën 80 vota, duke bërë të domosdoshëm bashkëpunimin me partitë e tjera. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 7 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe temperatura në rritje. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë territorin, ndërsa gjatë pasdites do të ketë intervale të shkurtra me vranësira në disa zona, kryesisht në lindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:07 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 10 deri në 19 gradë Celsius, Kukës 11 deri në 20 gradë Celsius, Peshkopi 11 deri në 18 gradë Celsius, Tiranë 12 deri në 20 gradë Celsius, Durrës 11 deri në 18 gradë Celsius, Kavaj 10 deri në 18 gradë Celsius, Elbasan 13 deri në 21 gradë Celsius, Berat 12 deri në 21 gradë Celsius, Korç 7 deri në 17 gradë Celsius, Vlorë 13 deri në 19 gradë Celsius, Gjirokastër 12 deri në 21 gradë Celsius, Sarandë 13 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 7 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe rreshjeve të her pas hershme të shiut. Paraditja do të ketë intervale me diell dhe vranësira, ndërsa pasditja sjell rreshje shiu në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:01 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:15 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovic 8 deri në 18 gradë Celsius, Podujev 5 deri në 16 gradë Celsius, Skënderaj 8 deri në 17 gradë Celsius, Pej 7 deri në 17 gradë Celsius, Prishtinë 7 deri në 17 gradë Celsius, Gjakov 8 deri në 20 gradë Celsius, Malishev 9 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 8 deri në 17 gradë Celsius, Ferizaj 9 deri në 18 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 17 gradë Celsius, Suharek 10 deri në 19 gradë Celsius, Prizren
8 deri në 18 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.